Lideri i opozitës Sali Berisha denoncoi nga foltorja e kuvendit vllajën e kryeministrit Olsi Ramën si bosin kryesor të call centrave në vend, që vjedhin miliona euro nga qytetarët evropian. Berisha deklaroi se ish ortaku i ligjshëm i Olsi Ramës, Amant Josifi, akuzohet për vjedhjen e 2.2 miliardë eurove, duke përdorur kriptomonedhën për mashtrime. Nga shefi komisariatit që merr rrogën minimale 5.000 euro në muaj nga call centri, tek vllau i kryeministrit, që është de facto, sipas burimeve të huaja dhe vetë të vendit, bosi kryesor i tyre. Ka call centra që në një javë vjedhin 30 milion euro, pensionistët vendeve tjera. Vetëm ortaku legal i Olsi Ramës, Amant Josifi, ka vjedhur së paku 2.2 miliardë euro. Kreu i Partisë Demokratike akuzoi shkreun e SPAK Altin Tumanin se mori në mbrojtje ortakun e Olsi Ramës, duke mos nxjerr urdhër arresti për të. Kur policia e vendet të huaja zbuloi rrjetin, kreu i SKAP-it, Famziu Dumani, u tha shqiptarëve se pa Amant Josifin nuk kemi mandat arresti. Dhe kur Spanja e gjeti në Dubai dhe kërkoi ekstradimin, përsëri Altin Troplini jo tha, po e heton Spanja. Berisha u shpreh se aktiviteti i palishëm i call centrave ka mbrojtje shtetërore dhe policia shqiptare nuk guxon të bëjë asnjë aksion kundër tyre. Mashtrojnë dhe u grabisin pensionet, pensionistëve në Itali, në Austri, në Gjermani, në Spanjë, në një aktivitet fund e krye të mbrojtur nga shteti. Strukturat shtetërore nga polici tek niveli më i lartë janë mburoj. Deklaratat e kreut të opozitës vinë në një kohë kur pak ditë më parë, agjencitë ligjzbatuese austriake morën pjesë në një aksion kundër disa kompanive call center që u kishin zhvatur përmes mashtrimeve 30 milion euro qytetarëve austriak dhe atyre gjerman.